kohë i kanë pritë si familje shqiptare. Pra, po e lidh me traditën shqiptare. Dhe këtë e di mirë edhe shteti i Iranit. Dhe nuk ka asnjë arsye dhe edhe shteti i Iranit di që këta nuk janë të lejuar të zhvillojnë aktivitet politik në Shqipëri. Ata kanë statusin e refugjati, statusin e mikut, edhe me ligj dhe me kanun kanë ndaluar me u marrë me aktivitet politik në Shqipëri. Ata që janë angazhuar në aktivitet politik, me sa diun janë për zonë, janë marrë masa ndaj atyre dhe ka pasur një ndërhyrje policore para jo shumë larg në kohë. Pra, ideja është këtu që ne duhet të marrim masa, duhet kemi një vigjilencë të shtuar, por nuk duhet ta ndajmë të mos ngjallim panik në popull. Sepse njerëzit ne jemi vend i vogël, deklarata e Shtetit Bashkuar të Amerikës është një deklaratë, në këmbështrimin tim është një deklaratë rutinë, me sa verifikime që kanë bërë, është një deklaratë rutinë. Nesër mund dali dhe për një deklaratë rutinë nuk mund të lidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Ka shumë ligje, ka shumë përcaktuar se kur mbledh Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Këshilli i Sigurisë Kombëtare pra në drejtimin e presidentit të Republikës. E ka shumë të përcaktuar. Nuk mbledhet Këshilli për një deklaratë të një ambasade. Nesër mund të bëj një, pavarësisht ata janë nga partnerët tanë kryesor strategjik. Nesër mund të bëj një deklaratë shteti ambasadës e Izraelit që të kenë kujdes qytetarët e Izraelit mos futen këtu, mos shkojnë këtu, mos shkojnë ashtu. Çfarë të bëjmë ne pastaj? Pra do të jemi pak do të jemi të kujdesshëm, por do të jemi edhe realist. Unë mbështes mendimin e kolegëve në studio që duhet akoma më tepër informim publik, unë kam theksuar edhe në mediume tjerë që duhet një informim publik më i plotë. Ne në Akademinë e Sigurisë unë flas kur kemi bërë studime, sidomos në rastin e emergjencave, sepse kjo mund trajtohet si emergjencë. Dhe në rastin e emergjencave duhet të krijohen rezervat e duhura etj. Po ti themi sot them që duhet të krijojmë çdo familje të shkojë tashmë të marrë kaq kilogram miell, kaq kilogram oriz, kaq kilogram sheqer, ti ketë rezervë siç i thot në Gjermani. Edhe siç mund të thonë këtu pastaj tek ne mund bëhet kaos. Pra duhet të gjendet format dhe metodat për të realizuar, për të ngritur vigjilencën, për të rritur ndjeshmërinë e popullit, por për të mos ngjall panik në vend. Unë këto kisha lidhur me ato. Nëse keni Profesor, zoti Prenga ka një pyetje. Po. I nderuar profesor Shalat, e vlerësoj ato që thatë absolutisht dhe i marrë me seriozitetin e duhur, edhe atë kujdesin që thanë për mua duhet ta kenë qytetarët, pas pari duhet ta ketë strukturat shtetërore për të marrë masat e nevojshme preventive dhe parandaluese. Ajo që lidhet me pyetjen është, a më thuat dot që deklarata që nxori ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një protestë që u zhvillu në Tiranë, a dolën reale ato që me Molotov u godit Vila 31 dhe u godit kryeministria, apo nuk ishin reale dhe ishin falso? Unë kam po të bëj një pyetje tjetër. A u kërcënuar jeta në shtetas amerikanë në atë demonstratë ku përdorën Molotovët? Nuk u kërcënua asnjë, më falë se po them, nuk u kërcënua jeta asnjë shtetas amerikan. Pikërisht pra, më fal. Ambasada amerikane ka bërë njoftime të tilla pothuajse për çdo aktivitet që ka patur në kësaj natyre në Shqipëri. Më fal, ti lëm radh njëri tjetrit për të dëgjuar dhe për të fol atë që kemi mendim për të shprehur. Ashtu siç unë e lexoj, siç unë e shoh, deklarata e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është rutinë, nuk është e zakonshme, është një alert për qytetarët e vet që ka detyrë për t'i mbrojtur kur ka sinjalizime, informacione, kërcënimi. Por bashkë me qytetarët e vet, për fat keq, në një supermarket, në një hotel, në një resort turistik, mund t'jenë dhe shqiptarët. Dhe unë e quaj të domosdoshme Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i drejtuar nga presidenti ai dhe komandanti i përgjithshëm i Forcave Armatosura, duhet të ishte mbledhur për ato ndikime që Irani ka patur dhe çfarë ne kemi reaguar ndaj Iranit. Ai meku që thoni ju që unë nuk jam as për ta mbivlerësuar, as për ta nënvlerësuar. Asnjëherë as tjetër, siç fatkeqësisht parlamenti jon ditën e njëjtë bëri që opozita e mbivlerësoi dhe pozita e nënvlerësoi fare. Dhe unë nuk jam për këtë, sepse duket asnjëherë as tjetër, duket sikur ai meku atje që thoni juve
unë e kam vizituar edhe atje në terren, edhe ku ata banojnë, dhe ata punojnë në interesin e një opozite të fuqishme, por jashtë vendit. Dhe ata nuk janë pa ndikim se brenda tyre ka patur edhe të rekrutuar nga Irani, që janë përdorur dhe vazhdojnë e mund t'jenë element për të përdorur edhe tani në çdo kohë të mundshme. Pra, fletja mbi dafina dhe ajo që e përsërita e parë, që jemi të sigurt, këte nuk mund ta thot askush për sa kohë ka dhe do të ketë zhvillime të tilla që të her pas hershme mundet. Unë jam për atë që Këshilli i Sigurisë Kombëtare si organ këshillimor duhet të mblidhet, të analizojë situatën në të cilën jemi, të informohet dhe të këshillojë se çfarë masa shtesë duhet të merren që të mos ndodhe. Kështu e vlerësoj unë. General, lutem. unë thash mendimin tim, ju keni mendimin e juaj, ne nuk do bëjmë debat tash se kush shënon imi apo jo. Keni Këta vlerësojnë qytetarët që na ndrojnë. Por ajo që thatë ju që atje zhvillohet veprimtari subversive brenda Mekut, zhvillohet veprimtari kundër vendeve tjera, unë nuk mund ta pranoj sepse janë strukturat e zbatimit ligjit që duhet ta bëjnë atë deklaratë. Ne në mediume nuk mund të bëjmë deklarata të tilla. Pra atje ka filluar një çështje penale, janë ndjekur persona, pra unë nuk mund të them që nga atje zhvillohet veprimtari kundër shtetit të Iranit. Nuk mund ta deklaroj